Sektori peshkimit në Vlorë po shkon drejt falimentimit, ndërsa peshkatarët përballen me problematika të shumta. Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar drejt për drejt tek ata, por ky sektor përballet edhe me vështirësi të tjera serioze, nga mungesa e mbështetjes nga shteti deri tek fakti që në portin e peshkimit në Zvërnec mungojnë oficina për riparimin e mjeteve lundruese, si dhe mungesa e ndërhyrjeve për largimin e mjeteve të mbytura që pengojnë ankorimin e anijeve apo shkallaret për nxjerrjen e tyre. Ndërkohë, referuar çmimit të naftës, peshkatarët shprehen se aktualisht ajo ka arritur në rreth 120 lekë të rinj për litër, nga 65 deri në 80 lekë që ishte pak kohë më parë. Në gjendjen aktuale, ata pranojnë se kanë shumë të vështirë të vijojnë aktivitetin e tyre dhe se gjithçka po shkon drejt falimentimit të plot. Sa vite keni që merrni me peshkim? 34 vjet. Keni punuar në Vlorë? Unë në Vlorë kam punuar, por më shumë kam frekuentuar Imarën, me që është vend turistik. Kam punuar andaj. Sa vështirë është për sektorin e peshkimit? Shumë e vështirë është, sidomos tani me ngritjen e naftës. Ky sektori më i vështirë. Nuk mund të them dot asnjë gjë. Është drejt falimentimit çdo gjë. Nga nafta, nga ndihma që jep shteti, këtu nuk ka një shkallë për të ngritur anijet. Nafta ka qenë me 68, 65, 10, tani ka ardhur 106. Përveç të vëshës, i bie me 1200, 1300 lekë. Nuk e fuqi ta marrësh, se edhe prodhimi nuk ka qenë i bolsën që ta mbuloj, ta kompensoj. Kështu që është drejt falimentimit me pak llafe. Rreth 30-40 anije. Të mëdhaja dhe të vogla, përveç flugave, këtyre anijeve të vogla që gjuajnë. Problemi i shkallës për të ngritur varkat. Këtu s'kemi një oficin për të rregulluar motorat, gjërat. Motora, na i dhanë motorat, na i hoqën prap shteti. Këtu mungojnë specialistët, nëse ky çmim nafte është si sot, çdo gjë është mbyllur. Si të thash, një oficin, nuk ka kuadro që përgatiten për peshkatar, as motorista, as kapiten. Mungojnë të gjitha gjërat. Kjo punë ka falimentuar, tani vijnë këta egjiptianët, këta na komandojnë ne tani, jo i komandojnë ne. Që në vitin 12 tetor të 67-ës. Një jetë të tërë? Një jetë të gjithë. Kam punuar peshkatar, kam mbaruar shkollën për motorist, për kapiten, kam punuar të det, po si kjo situatë nuk kem panu njëherë. Ja shikoj vetë anije tjeri në mol. A mund të punohesh me 1500 lekë me motor 600 kuaj fuqi, shikoj një gurmadin sa e ka. Që atje shikoni, 600 kuaj fuqi. Bëjë llogari me 175 gram për katë fuqi, dizet dhe fiket, dizet në mol dhe kur vjen në mol fiket. Pra duam të paktën 550.000 lekë vetëm naftë ditore. Do të 30 dhe 35 litra naftë në orë. Shteti nuk na jep asnjë gjë. Po të shikosh anet janë bllokuar. Ne nuk kemi asnjë lloj solucionimi nga ky. Edhe grandet që kanë ardhur nga Komiteti Evropian për peshkatarët, unë kam folur prapë me këtë punë, i ka marrë Gjert Luca, ja ka dhënë Gjert Lucën, si duhet do jetë aksioner me Gjert Lucën. Oficin nuk ka? Jo, porti peshkimit këtu janë njët, po shikosh, janë pjesë, kush e ka thënë, thotë kjo është e imja. Ta mi që na pengojnë edhe në ato, po nesa e kishin për të bërë portin e peshkimit këtu edhe 20 vjet përpara. Me ashtu të quajtur në organizat menaxhimi, po nuk ishte organizat menaxhimi. Ishte organizata e shkatërimit peshkimit. Ajo u krijuar gjëja për ndihmuar peshkatarët, me një fatkeqësi me ashtu, ishte për të shitur naftën ta merrte Tirana, sa ata e morën naftën, lekët e naftës, morëm gjë ne. Në zonën e Triportit në Zvërnec operojnë nga 30 deri në 40 anije peshkimi, një numër që ka ardhur në rënje, duke parë situatën aktuale dhe mungesën e mbështetjes nga shteti, duke filluar nga rritja e çmimit të naftës e deri tek problematikat në port. Ky sektor po shkon drejt falimentimit të plot. Si pasojë, 10 anije qëndrojnë në kohë të gjatë pa dalë në det, pasi e kanë shumë të vështirë të përballojnë kostot.